Banka e Shqipërisë është akuzuar për shpenzime marramendase për një mori ndërtesash të kushtueshme, të cilat i përdor për zyra. Aktualisht godina qendrore e Bankës së Shqipërisë është në rikonstruksion dhe ka tejkaluar afate duke shpenzuar miliona lek plus. Debati më i madh në lidhje me shpenzimet për ambiente zyrash ka qenë për Ish Hotel Dajtin. Banka e Shqipërisë ja bleu këtë godinë në qendër të Tiranës shtetit të atëhershëm në vlerën 30 milion euro. Në atë kohë deklarua se blerja e kësaj ndërtese ishte domosdoshme për të shtuar ambientet e bankës së shtetit. E megjithatë, pas disa viteve, në Ish Hotel Dajti nuk ka asnjë ndërhyrje. Aktualisht, stafi i Bankës së Shqipërisë është i vendosur në një godinë në Pazarin e Ri, ku paguan €1000 qera në muaj. Kjo godinë është marrë me qera në periudhën e nisjes së rikonstruksionit të godinës qendrore. Por nuk mbarojnë këtu. Mbledhja e fundit e Këshillit Mbikëqyrës është zhvilluar në ambientet e një kompleksi në rrugën e Dibrës, ku zëvendës guvernatorja dhe një pjesë e stafit kanë zyrat. Po ashtu edhe në këtë kompleks, Banka e Shtetit paguan çmime të kripura për ambientet. Një tjetër objekt në pronësi të Bankës Qendrore është edhe vendi ku mbahet thesari në Linz. Gjithashtu edhe për këtë ndërtesë banka paguan shuma të mëdha parash. Si ndër institucionet më të rëndësishme në vend, Banka e Shqipërisë ka edhe 5 degë në rrethet të tjera të vendit, si në Shkodër, Elbasan, Gjirokastër, Korçë, Lushnjë, si dhe qendrën e saj kërkimore në Berat.